lutem jepni një koment për rastin e Fatmir Shehollit. Rasti e atij vet, por edhe në tërësi tek agjentët serb që nuk kanë munguar emisionet e shumta që kanë treguar fytyrën e tyre edhe pas luftës, edhe gjendjes së sotshme në Kosovë me poste pozitiva në media, në emisione kryesore. Pra, ju çfarë mendimi keni për këtë rast, por në tërësi? Për Fatmir Shehollin, secili politikanë, secili qytetar, jo vetëm i Podujevës për nga Vjenaj, por e kemi ditë para lufte që ai njeri është në UDB. Ai njeri ka punuar për UDB-n. Edhe jo vetëm ai, por në Kosovë gjatë luftës kanë qenë me mira operator, sigurinca, njerëz të UDB-s, BIA-s, shërbimeve sekrete të jashtme, të cilët kanë vepruar për fat keq edhe në zonat e luftës, gjatë luftës. Bile shumë prej tyre edhe kanë qenë të veshur në uniformë ushtarake. Edhe tani për fat keq ata në Hagë na gjykohen që shumicën e vrasjeve i kanë bërë këta njerëzit e BIA-s. Vrasjeve i kanë njoft njerëz të vet, edhe i kanë dërguar drejt njerëz të UÇK-s apo ushtarë thjesht për të bërë spastrime të njerëzve të cilët kanë qenë në BIA ose kanë shërbyer për interesat të Serbisë. Andaj Sheholli ka marrë në autoritet të jashtëzakonshëm viteve të fundit. Atë e kemi pas në studio televizive. Atë e kemi pas me figurat njohura politike, në takime. Ai publikisht pas aktit terrorist të Banjskës ka dalë në televizione dhe ka bisedu në telefon me kryekriminalin Radojčić. Edhe nuk janë marrë masa. Me atë janë takuar shumë politikanë, fytyra eminente të Republikës Kosovës. E kanë ditë të gjithë kush është Fatmir Sheholli. I kanë ditë edhe ata 6-7 tjerë. Por Kosova lëngon shumë nga bashkëpunëtorët, për të cilët tani, thua edhe pse para lufte, thua që kanë qenë 70.000 bashkëpunëtorë, prej tyre 30.000 me pagesë e të tjerët vetëm kanë shërbyer Serbisë. 70.000 mund t'i themi spion. 70.000 spion gjatë luftës, kanë qenë edhe para luftës, në kohërat e komunizmit Jugoslav. Edhe shumica prej tyre kanë punuar në shërbim, por ata kanë qenë kështu fshatar thjeshtë, që vetëm kanë vënë ndonjë informat, armë kë, apo ka bërë kë, ai ka prej malin, gjona thjeshta, por njerëz me pagesë kanë qenë 30.000, njerëz të tipit të këtij zotit Sheholli. Edhe tani momenti, ai njeri është dash më të burgoset, por momenti që e zgjodhen, ja dhe ky ka karakter fushate, nuk është dash të premten ose të tajten kur u burgos ai. Është dash patjetër të kaloj procesin zgjedhor pastaj të burgoset ai. Por edhe me këtë kartë lojten për të fituar vota. Andaj këto nuk duhet të lejohen, sepse, po them edhe njëherë, Shehollin e kemi njohur, e kom njohur unë mëtë, e kom njohur në udhëtim e kemi pas për Itali. Dhe ai njeri në aeroplan dhe gjatë 2 javë qëndrimi në Rom, asnjëherë nuk ka folur shqip. Edhe unë nuk e kom ditë asnjëherë që ai është shqiptar. Por kemi llogaritur që është serb, edhe aty e kom pa se si keq përdoret buxheti i shtetit, sepse ai bënte 3 pazare private me fakturat shtetit dhe tek kur jemi kthy nga Italia e kemi kuptuar që ai njeri kemi qenë delegacion i madh në një shkollim që e kemi pas në Itali, edhe ai ishte me ne, mendoj që edhe atëherë ai ka qenë në rolin e spionit dhe nuk ka ardhur për të trajnuar, por për të spionuar e për të përfituar diçka, sepse në atë kohë ishte ai këshilltar i një ministri
të komuniteteve dhe e vendeve në emër të serbëve. Uroj që pas zgjedhjeve të punoj prokuroria sa më shumë. Edhe sepse i ka spionet. Sidomos kemi spion në Bashkinë Islame të Kosovës, edhe në politikë. Ka secili subjekt politik ka spion brenda rrallët vetë. Sidomos është e mbushur plot Bashkia Islame e Kosovës, që aty të shohën njerëz, të shohën që sekretari i kryejimamit të Kosovës është spion. Edhe ka edhe shumë të tjerë. Në përse cilën lokalitet, në përse cilën komunë Bashkia Islame ka spion me bollak. Edhe u dëshmu kur u kapen disa spion, sepse Serbia, projektet e Çubrilovicit, projektet e Akademisë Shkencave, Dobrica Ćosićit, kanë thënë që ndrojnë dhe në dy aspekte, kanë thënë se në momentin kur në Kosovë do të vjen një lider politik do të udhëheq Kosovën, edhe ka raportet këqija të tensionuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne do ta kthejmë Kosovën. Ky element është në pushtet, andaj jemi në rrezik. Kosovarët, shqiptarët duhet sa më parë ta shporin nga pushteti një njeri i cili paraqet ndoshta pa vedije rrezik të madh për të ardhmen e Republikës Kosovës, andaj kush do tjetër, edhe nga PDK, edhe nga VV-ja, për shembull Glauku, por edhe nga parti tjera, por jo Memli, por jo disa tjerë të cilët vërtet janë të dyshim, po edhe Abdu Gjiku nuk është fort i sigurt. Por të vinë njerëz që vërtet kanë bagazh, kanë histori, kanë lavdi, kanë trashëgimi, por sepse Kosova më shumë se kur ka nevojë për patriot, për adhëtar, për njerëz që sakrifikojnë, për njerëz që janë në gjendje të japin jetën për të ardhmen e Kosovës, sepse Kosova është në një udhkryq nga i cili urojmë që të dalë, apo të filloj hapi parë sot në orën 19 ta dim se cili opsion po fiton edhe kush po fiton në komuna, e pastaj shumë shpejt brenda 2 muajve më shumti do t'i kemi zgjedhjet e përgjithshme edhe atë të themi lam të mirë kësaj udhëheqje e cila po na prish në Amerikën. Pastaj duhet kemi shumë kujdes nga Islami politik që ka investu shumë Serbia, edhe ka futur në secilin institucion, në secilin televizion, në secilin analist, ka futur njerëz të rrezikshëm, të cilët i kemi pa, kanë shkollim, kanë përgatitje shkollore, por i takojnë Islamit politik, edhe ata janë të rrezikshëm. Jo Islami tradicional, nuk po themi asgjë për Islamin tradicional, i cili ka punu, ka funksionu, njerëz kanë shkuar për xhamia, i kanë kryer ritualet e veta fetare siç i kryjnë në gjithë botën. Por tani ne kemi problem sepse Serbia është futur me shtetet arabe, deri dikon edhe Turqinë. Përveç Turqia që na ndihmon në aspektin tjetër ushtarak, me ata dron që i pronën edhe i promovuan për dobi të Albin Kurtit, sepse ata dron kanë qenë të porositur shumë moti dhe fabrika për të hjek prej stoqeve, ku e gjet momentin për të bërë reklam, fundit, në krahasim me Serbin, e cila ka 10.000 dron, edhe që i prodhon vetë. Ne edhe me ata 1.600 dron jemi shumë të vogël para Serbisë. Andaj duhet të qëndrojmë Amerikës besnik. Duhet të bëjmë, populli e ka ditën e sotme, edhe do ta ketë shumë shpejt që të vendos për fatin ton, për ndryshe Kosova nuk pritet të ketë të ardhme të ndritur nëse vazhdohet me këtë qeverisje edhe me këtë presidente e cila vepron me agenda politike edhe vetëm për interesat personale të cilat mund t'ja zënë frymen atij, por asaj është në rëndësi mos t'ja zënë frymen Kosovës, sepse edhe ashtu Kosova po zvoglohet, po t'kurret, të mërse shumë, andaj nëse nuk e marrim hapin sot, nesër do t'jetë vonë. Urojmë zgjedhje të mira, urojmë zgjedhje pa probleme
edhe urojmë që të kalojmë edhe këtë proces si gjithmonë tjetër dhe në mbrëmje të kemi lajme të mira, fundit tjetë një proporcion 30-30-30, edhe ajo do tjetë më e mira e Republikës Kosovës që edhe në tarmen kemi koalicione, sepse edhe sistemi zgjedhor i Kosovës, edhe nivelin lokal, edhe nivelin qendror, i preferon koalicionet, sepse një qeverisje, një partije të jepet qeverisja e kemi dëshmin më të mirë se dështon, ka dështuar për 5 vjet, apo prej momentit, prej 2019, kur Albin Kurti në farë mënyre është në pushtet